Pas dyerve të mbyllura, po zhvillohet një nga proceset më të ndjeshme politike në vend, zgjedhja e presidentit. Publikisht, gjithë po flasin për konsenzus, por në prapasken vazhdojnë kalkulimet, presionet dhe ajo që politika e ka i nati mas shumë të t'i quajmë pazaret politike. Është ekstrem e vërtet. Afatet kushtetuese po afrohen. Marrëveshja ndërkohë për zgjedhjen e presidentit nuk shihet në horizont. Skenari i zgjedhjeve të parakoshme është më real se kur. Gjithkush, gjithçka po flet. Gjithfar opsionesh po hipen në publik. Të gjitha nga çarshia politike, por jo nga akterët e direkt politik. Apo përdoret presidenca si levë për të arritur pushtetin, ose për të mbajtur pushtetin. Apo shkon vendi edhe drejt një krize të re të paralajmëruar politike. A do t'jemi edhe në vitin e dytë të krizës politike? Kush të mbaj përgjegjësinë nëse institucionet bllokohen sërish? Do t'i besojnë populli ende që përgjegjësia nuk është e kurti dhe është e opozita, apo si do t'jetë në realitet? Sonte përballë këtyre pyetjeve në Blitz intervju është kryetari i grupit parlamentar të AK-s, Bestik Tahiri. Bestik, mirë se vjen në Blitz intervju. Faleminderit shumë, mirë se gjeta astre ty dhe të gjithë teleshikuesit. Unë e thash sonte sepse transmetohemi në mbrëmje, po jemi gjiru në mesditën e ditës së sotme, pra jemi të premtët. Bestik, a është sot Kosova më afër kompromisit apo më afër krizës për zgjedhjen e presidentit? Derisa po flasim sot këtu, e jemi në mes të ditës të kësaj të premte, Kosova është në zgjedhje. Pse po e them këtë? Për shkak se shihet qartë që pozicioni aktual i kryeministit Kurti është i thjeshtë. Ai dëshiron që ta bardh përgjegjësinë, fajin tek partitë opozitare në mungesë të një diskutimi të hapur, transparent përbashkët mbrana partive opozitare. Po në esencë, ai çka ka bërë është ka ndërtu një proces të konsultimit me dy parti, me PDK-n dhe LDK-n, proces ky që në historinë e Kosovës nuk njihet që ka ndodhur ndonjëherë, të diskutohet për një politikë publike në këtë rast për zgjedhjen e presidentit me dyrë të mbylla, në një takim 1-1, pa transparencë dhe pa llogaridhënie politike, me mundësi të interpretimit të Kurtit ose të tjetrit, ashtu siç don, dhe të kontradiktohen para medjave. Çao ky proces politik? A është proces pasmari? Po i pyesim ata që kanë njëri, çka kanë biseduar me kanë një orë, dy, del që s'kan biseduar gjë. Apo kanë biseduar diçka e po na mojmë sheft. Ajo çka kem po ne, çka din ti? Është çka di unë nuk di, unë di çka kam dëgjuar prej medjave. Mirë, po ajo që qysh e shoh unë është me rëndësi me shpjegu për qytetarët e Kosovës. Një takim tet-a-tet, 1-1. Ndodh kur ka një marrëveshje në msheft, kur ka diçka me mshef nga publiku. Një marrëveshje politike në mes të partive politike do të ndodh vetëm atëherë kur afër është një zyrtar apo zyrtare partisë dhe dikush që merr shënime dhe ndahen shënimet. Ajo që kem pa ne është kem pa një spektakël politik i cili është përkthy në një kamuflazh nga zoti i Kurti dhe një kontradikt që ndodhi atë ditë. Le të diskutojmë pak këtë. Hajde tregom pse është spektakël politik. Për shkak se dhe kush ka udhëheq spektakull? Shishoni, dhe kush i bë pjesë asaj? Qëndrimi i parë i zotit Abixhiku ishte se janë dy opsione. Opsioni i konsenzusit politik dhe një marrëveshje politike. Me njerë pas ti 10 minuta doli Kurti dhe tha jo, këtu nuk ka marrëveshje politike në mes të një partie me një parti tjetër, në këtë rast vetë ose dhe LDK. Po ka marrëveshje madxon, që nënkuptoj me njëherë me këtë që Kurti tha me 81 vot nuk hin kuvent. Absolutisht, me 81, 82 e përjashtoj. Ajo që apo du me thënë, është shiqoni domon në radhë me njëherë, domon me njëherë 10 minuta mas përfundimit të takimit ndodhi kontradikta. Për të ndodhë një president konsensual, një president çka i bie është shumë e thjeshtë. Para se me ndodhë me gjetë emrin, ndërtohet procesi i punës që është procedurë standarde. Krijohet trueza e partive parlamentare ku diskutohet profili
kapacitetet dhe cili kandidat do duhet të ishte ai konsensual. Pastaj, partit politike as të vendosin emrat. Dhe pastaj mbi ato kritere dhe atribute punohet me eliminim, edhe vjen të njëri. Po jo në takimen të ndaras, tu e ditë që, për shembull, VV-LDK nuk i ka numrin, tu e ditë që veç PDK edhe VV s'po dojnë me e bo, atëre krejt që ka ndodhë, ka qenë një spektakël i cili përfundoj, dhe jam i bindun që një spektakël i tillë do të tentohet të ndodhë edhe në ditët në VM, këtë rast po flas për vikend. A je tash vij këtu, se kjo është një gjysmë informator, tek e fund, nëse jo informator plot. Apo je kritik ndaj këtyre takime dhe po i quhen spektakël, vetëm se AK nuk është e ftuar apo pse? Jo, Aleonca e ka bo pjesën e vet astret. Në fakt ja kem dhonë edhe Kosovës, po edhe opozitës një mundësi me kandidaturën e kryetarit, e cila s'ka qenë kandidatur, po ka qenë vullnet, për me garu. Në atë vullnet, çka dimni, gjasat kanë qenë më të vogla, me fitu, se sa mos me fitu, se sa me fitu Ramushi. Mi po ne kem dashur mi avon një dalje, një garë, me kriju një garë politike në mes të pozicionit opozitor dhe pozicionit VV-s. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe tani më Ramush Haradinaj nuk është kandidat. Po çka keni dashur me sinjalizu se e keni përmend Ramush Haradinaj si figurë, e keni jap si opcion, po nuk keni jap kandidaturë formale. Çka keni dashur me sinjalizu me këtë lëvizje dhe nëse Haradinaj nuk qenë ka kandidat, nuk është kusht më, çfarë AK kërkon nga ky proces? Shumë e thjeshtë. Dy pyetje në një vend. Ne, po t'i kishëm të 10 nënshkrimet tonat, ne do të punonin, do të vendosnim një platformë, mbi çka qëndron kandidatura e Zotit Haradinaj, pse ai është në këtë rast, mirë po ne nuk patëm as dakordsi, as vullnet nga kolegët tonë. Tash jemi para një situate. Ose shkojmë në zgjedhje, për shkak se shihet që presidenti Vjosa Osmani nuk është opcion i Zotit Kurti, ose do të zgjedhet një kandidat potencial që do të kenë mbështetjen e PDK-s dhe LDK-s tjetër. Këtë do ta shohim, pra janë ose zgjedhjet. A është opcion të këto që do të kemi një kandidat që do të përkrojnë 3 partit politike. A kthehom mbrapa? Pas shkarkimit Bexhet Pacollin nga gjykata kushtetuese, PDK dhe LDK dhe AKR nuk po arrinin të merrnin vesh se kush do të jetë kandidati për president. Dhe pastaj dërgohet emri nga ambasadori amerikan, zoni Atifete Ajoga. Pra, a kthehom mbrapa, kur s'kan arrit partit politike me ndërtu konsensus? Pse po besojmë që tash ndërtojmë? Jun kon 3 atër, tash jun bo 4. Koha kur një kandidaturë e caktuar vjen. Dhe tash s'po ka ambasadë amerikane që na e bjen dika. Koha kur mendon se dikush një ambasadë do të vjen një zar, do të vjen një emër, nuk ekziston më. Po zarfi ka erdhi sepse nuk mund të merreshin vesh. Tash është shumë e thjeshtë. Asnjë parti politike. Apo tash tuta i bën bashkë. Asnjë parti politike duke e përfshi edhe lëvizjen vetëvendosje, edhe kampin opozitor, PDK, LDK, AK, nuk dëshirojnë me shku në zgjedhje me i vetë. Pra tuta i bashkon. Domethënë, këto 4 parti, sidomos vetëvendosjen e cila e din që nuk mund e konfirmon këtë rezultat. Ata kanë nevojë të jashtëzakonshme që të kanë një kandidat i cili potencialisht i kalon do filtra të një justifikimi publik dhe politik në pozicionin e presidentit. Kjo i bashkon. Në këtë pozicion, Aleonca do të jetë e kujdesshme, për shkak se nuk jem për me bloku shtetin, as nuk muj me bloku se fatkeqësisht për Kosovën na nuk kemi një fuqi të madhe votuese të deputetëve në kuvend, mirë po jemi bukur serioz me pas çka është mirë për Kosovën. Dhe unë kur të mendoj sot çka është mirë për Kosovën, mendoj thjesht edhe mendoj në mënyrë strategjike, edhe e them me përgjegjësi të plot. Kosovës i duhet një president i cili apo e cila e ndal kapin e shtetit astret. Si presidenti s'po kërkon Zoti Kurti. E di, për këtë arsye dhe opozita me frikën nga zgjedhjet nuk besoj që ka fuqi për ta imponuar. Për këtë arsye, ne si parti opozitare në asnjë situatë dhe asnjë rrethon nuk duhet të validojmë
kapjen edhe të këtij institucioni. Pse po e them këtë? Për shkak se vitet që po vinë, me një fuqi të konsoliduar në qeveri, me një tendencë serioze me i kap, me uzurpu institucionet e pavarura, edhe gjyqësorin do të bëhej një katrahur. Nuk do të ndihmonte kjo situatë, këto pozicione, kur Zoti Kurti dhe vetë vendosja e ka në dorë qeverin, presidencën, kuvendin, institucionet e pavarura përmes ligjit për shërbim civil edhe shërbimin civil, atëherë me të vërtet do të ndodhte një kapje e shtetit e cila realisht do të dëmtonte në esencë demokracinë dhe të arritjet që i ka Kosova. Mirë, atëherë besoj që ky kandidati konsensual, ai bie që ka me qenë një maskot për kandidatin i cili do të shërbente qeverisë. Sepse ka shembull të tillë edhe në rajon. Të nisë për presidenta e Shqipërisë. Janë disa maskota që i shërbejnë kryeministrit, ose të cilët se pengojnë kryeministrit. Mos flasim për Serbinë, Hungarinë, ato e këto. Pra, apo rrezikojnë partitë opozitare që të qesin një mask. Një mask të Kurtit, një dorë të zgjatur të Kurtit që do të shërbente atij dhe do të hiqej si i pavarur. Aleanca në asnjë rrethon. Çka është kandidati konsensual për AKën? Aleanca në asnjë rrethon nuk do të lejoj me asa kem fuqi politikisht që të kontrabandojmë në zyrën e presidentit në emër të konsensusit një figurë që e validon se cilën tendencë me e kap shtetin e Kosovës. Për shkak se ne këtë e shohim rrezik. Po e them këtu, rreziku më i madh sot për Kosovën, për demokracinë i vend, për llogaridhonjen këtë vend, është kapja e gjitha institucioneve. Ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundshëm që të mos lejojmë që institucioni i presidentit të jetë në dorën e kësaj shumice, për shkak se atëherë e vetmja mënyrë për të sfidu, për të ndihmu, për të legjitimu demokracinë është veprimi në kuvend, po jo vetëm. Si e keni pa deklaratën e djeshme të nënkryetarit LDK-s, si e tha se kandidati i kompromisit për ta është që LDK të propozoj një figurë e cila nuk është partijake dhe VV ta votoj. Më fali, kandidatura e LDK-s e vetme pa PDK-n është pa që nuk është opcion nga Zoti Kurti astret. Qysh me fol mirë, nuk muj me fol mirë hipotetike, se nuk kam fol edhe në raste tjera. Domthon ai për mua jo, analizoj se jetë të analizu në drejtën të ndodhë që si pa analizoj. Në qëndrime, unë mendoj domthon që ajo nuk mundet me ndodhë për shkak thjesht për shkak se numrat po shifet që nuk janë, po shifet që çaj 80-shi, domthon sa janë 66, edhe kënej më pak se pa 15 nuk përbojnë 80-shin. Pra ka me qenë një opcion tjetër, që i bjen, domthon që kuvendi mrena duhet ta diskutojë, mo nuk ka kohë. Pra ti po e sheh që kemi me pas një marrëveshje mes VV-s dhe PDK-s. Kush do të jetë presidenti? Mund të ndodhë, sepse me LDK-n e përjashtoj. Mund të ndodhë, mirë po në rrethonat që jemi tash. Sepse dorën zemër PDK-ja po hesht, ka thonë nuk kem vot vetëm për Vjosa Osmanin. Dhe po ashtu ka shpreh gatishmëri për kompromis. Hamza. Zoti Haradina bile dje mbrëm në debat plusta që më ka befasu Hamza se shumë i but ka qenë. Ajo që unë mund të them është se në rrethonat aktuale do t'jetë bukur vështirë me i thonë po një kandidaturë që propozohet nga VV-ja prej PDK-s. Nuk do t'jetë si situatë e lehtë. Përkundër faktit që asnjë prej nesh nuk i dojmë zgjedhjet, pra nuk dua të them se po thonë ne jemi të gatshëm për zgjedhje. Jaj, kur të vinë zgjedhjet i s'ki çfarë pagarun zgjedhje, po na duhet me i fol popullit sinqert. Askush nuk po don zgjedhje, mirë po, mbi çmimin e kapjes së shtetit, legjitimimit të një individi të caktuar, një personi të caktuar që është në funksion të kapjes së shtetit, Aleanca është kundër. Tash Kurti e ka thy PDK-n, e ka thy LDK-n në secilin bazë të saj, duke e propozuar hipotetikisht Dënte Ashara, ata refuzuan. Duke e propozuar një kandidat hipotetikisht të Drenicës, apo kalkulon Kurti që duke e propozuar një kandidat të Drenicës që është po ashtu potencialisht, hipotezë po flas, që është i pranueshëm për PDK-n, apo tenton Kurti që me këtë hipotezë të marr votën e PDK-s dhe ndjekosisht të thyj PDK-n në Drenicë, të hyj PDK-s në Drenicë. Jo, a shak si nuk e shoh këtë anaj. Unë e shoh sepse flitet matematika, për çka do ta donte Kurti PDK-n? Arsyeja e vetme
që Nëse shkojnë me qysh si ka vepru me LDK-n, e donte LDK-n për t'ia marrë LDK-n. Ajo që e shohun Astrid është kjo. Në vitin e fundit, presidentja Vjosa Osmani, duke pas një përfaqësim bukur serioz në forume ndërkombëtare dhe duke i nejt pak simbol, sidomos me fjalimin që e ka pasur në kuvend kur foli për bigjozin e qeverisë, jo, nuk e harroj. Në fakt, ai fjalim edhe ky vit ai harroi ato datën e zgjedhjeve kur e kërkoi Kurti. Po, edhe ajo me kalkulimin që Kurti do ta vendos. Mirë, po çka pom në këto javë, po shkurt edhe shqip tendenca e zotit Kurti me pamundsu garën e presidencës Vjosa Osmani, duke e ditë që nuk e ka mbështetjen e opozitës. Mirë, po kur të analizon, të më thonë, numra pse ka ndodhur. A ka kë e vot për Vjosa Osmani? Nëse do të vendosej. Aleonca e ka vendosur një kandidat vetën. Se keni vendosur? Jo, ne kemi vendosur një emër. Aleonca në këtë proces ka vështrim këtë tjetër. Për Aleoncën, kandidatura e vetme e pranueshme është e një personaliteti që e ndal kapin e shtetit. Për pa po emnin, ne këtë nuk e... A ndal Vjosa Osmani? Por në? A ndal kapin e shtetit në rrethonat e sot me Vjosa Osmani? Deri tash nuk e ka ndal. Deri tash se ka ndal. E tash nuk ka më shansë veç me qenë kandidate. Nuk ka shansë të afron shansën Kurti. Nuk e... Zoti Kurti nuk ja ka jap e nuk do t'ja jep atë shansë. Ajo nuk mundet me i bë 30 në nënshkrime pa Kurtin. Pra, ajo që po thot Kurti që me i gjetë 30 në nënshkrime, me i martë, nuk ka i merë. PDK-ja s'jep, LDK-ja s'ka bëll, Aleonca s'jep, ka. Ka? Dhe Besnik, ju keni pas, ta themi, e keni ofru zotin Haradinaj si mundësi për president. Ndërkohë, me gjas nuk është, opozita nuk ka qenë, si me dhone, gatshme të rështohet mrapa. Dhe e keni po që s'ka teren për më arrit kjo punë. Ndërkohë kanë fillu këto takimet me Kurtin. Një deputet i LDK-s, Ermel Sadiku, si pas shkrimeve të media, dje ka thënë që Abdi Gjiku është takuar edhe me Haradinajn, edhe me Hamzën. A ka pas një takim të tillë, sepse Haradinaj nuk na ka konfirmuar këtë? Nuk e di, a ka pas më herët, nuk ka pas më herët. Nuk ka pas. Unë nuk e di, sepse Haradinaj tha nuk më ka pyet kush, as nuk e kam takuar askën. Që ne kemi bë ajo që është procedurë standarde e komunikimit ndërpartijak. Në kohë, pra para 31 janarit, ne kemi dërguar një letër të dy kandidatë. Për me diskutu janë në Haradinajt, për me diskutu çka po bojmë në akord që mbledh. Dhe me zërë, pra situata aq sa është në faj kushtimisht të opozitës, në fal të Albinit, po ashtu është faji jonë që na s'kem pas agjend. Opozita nuk ka agjend dhe na jem në agjend Kurtit. Çfarë po do ngul? Po saktë që s'ka agjend. Po s'pe kupton opozita që s'ka agjend, do bëj analistë e Kurtit. Jo me rolin ton. Me analizën e veprimet e Kurtit po s'ka veprim. Unë për shembull ideja çka ish dasht minimalisht ja çka ish dasht ul me diskutu me një agjend, jo me pi kafe, çfarë me pi kafe, se na kafe pim. Po me pas një agjend, zgjedhja e presidentit, mbi cilat kritere, cili është pozicioni jonë, jo me ardh Kurti, me thonë unë i kom 66 vota, për qeveri s'kam problem. Unë po kom qenë me bo një president konsensual. Edhe me na bojt krejt fajin e neve, e ne mos me pas kandidatur. Ne mos me pas. Aja që u thanë media, Kurti i ka pyet, a ki kandidat i nderuar, unë jo s'kam. A ki ti s'kam. E qysh do me dalë një zgjedhje, kur në krizën e kalume nuk e vendos kandidatur për kryeministër. Kush e mon përgjegjësinë pra, nëse dështon ky proces politik? Shumica apo të gjithë? Jo, a mas shumë të opozita? Mas pari, përgjegjësia e parë është mbi... Jo, në sytë e popullit. Po të sytë e popullit, fatkeqësia e madhe... Në dy, kush e mon përgjegjësinë në realitet dhe kush do ta mbajë në sytë e popullit. Në realitet, në kuptimin tënd, dyjat pra. Në realitet, kjo është një plan mirë i mendum me vendos edhe opozitën në një pozicion defanziv, po edhe me anashkalu respektivisht me te i kalu Vjosën për asoj zyre. Pra qëllimi i Kurtit është i pari mos me validu Vjosën si kandidate
Dhe e dyta, është mos me shku zgjedhje, për shkak se nuk i konvenon vjosa me konën në pozicion politik. Se ndarja e Kurtit edhe vjosës pa dyshim që e dëmton, nuk e di sa, po e dëmton lëvizjen vendore. Por ai po i bën i pas dy qëllime strategjike. Ai e ka bu pjesë lojës, na ka bu neve. E në popull, neve po na bje foj, po ju votat ky 66 për qeveri i paska. Ky po ju lyp juve, bëneni jamën, ju s'keni jamën. Ramushi nuk e datë për jamën, a kena jamën tjetër. Dhe para popullit na jemi në pozicion bukur të keq. Për këtë arsye, unë mendoj që ende nuk jemi vonë. Me pas një qëndrim, mu ullë, me diskutu çka po bojmë si pa, në qofë se shkojmë damas. Rregull jemi. A pa të hipëm duket partitë opozitare në proces zgjedhor për mos me bashkëpunu kur me Kurtin. Në realitet, ato i thanë njëna tjetër së bashkëpunojmë kur me njëna tjetër, ndërkohë që në takime me Kurtin shkon, edhe ato veç e veç. Ti paramendoj çfarë paradoksi është. Në më ndodhin takimet me një kundërshtar politik, cilin e kanë kundërshtu për 5 vjet e nuk ulen me vete me fol. Kjo kritika ime. Dhe a po rrezikon mënyra se si po zhvillohet ky proces në esencë ta dëmtoj edhe legitimitetin e institucionit presidentit. Dhe besnik, a ish dasht në qofse shkojmë në zgjedhjet presidenti, a ish dasht me ndru modelin e zgjedhjes presidenti, me shku ndoshta në zgjedhje direkte. Ne muj me shku në zgjedhje direkte mirë, po unë po i ndëgjoj shumë të fol për këtë çështje. Kjo çështje është e sankcionuar me kushtetutë pastaj. Se unë po shoh që po flasin në mënyrë hipotetike, për me ndru një presje në kushtetutë, do 2/3 të shumit pakica. Duhet 2/3 të serbëve, pakica, çush me ndruhe. Për çata kur po folin mbi që tim po them, a janë tu e ditë çka janë tu fol njerëz. Veç po kanë qef. Domosdoshmë po kanë qef me fol për me thonë u kon mirë. Po u kon mirë, pe dim që u kon mirë, po ti s'monesh se një presje s'mon në rang kushtetutë, pa pas këtë. Kjo nuk ka temë. Tema kruciale sot që s'dosh më pyet, çfarë presidenti i vjen Kosovës në situatën me çka ashtu ballafaçu Kosova. Kosova i ka 3 probleme të mëdha që lidhen me presidentin. E para është raporti me Serbinë. Çfarë profili njerit na vjen në president që nuk do ta dëmtonte asnjëherë Kosovën në kontekst saj betejë. E dyta, cili është dy qëllime strategjike të rolit të presidentit. Është NATO dhe Këshilli i Evropës. Dhe e treta, që nuk është ushtru në këto 5 vjet do të dikush që bjen një unitet bre, që ka mundësi me të thirrë, me fole, faktorin ndërkombëtare, faktorin vendore, akademike, politike, artiste, çka do, secilin. Këto 3 atribute i ka pas kryetari Ardina. Vjen keq që ajo kandidaturë nuk ka ndodhur. Tash përgjegjësia dihet ku është. Është shumica edhe ata që kanë votë më shumë. Nëse thaj që sot të premten, të premten 27 shkurt jena më afër zgjedhjeve të reja se sa zgjedhjes së presidentit. E thaj edhe një gjë, ka pra takime në vikend, a ke informat? Pra takime të Kurtit edhe partive politike dhe LDK-s e PDK-s. Unë nuk kam informat, as informacion, mirë punë e rastisht weekend. Po, arsyeja pse po e them është unë janë një logjikën Kurtit. Kurti kur të nis një agjendë nuk e nis e me lon gjys. Agjenda e tij e parë ka qenë me shtin lojën PDK-n e LDK-n. Tash për me konsumu PDK-n e LDK-n kam i shu pra ftesë. Edhe këta janë mes pozicionit, a me i shkun takim apet? A jo, tash herën e parë i kanë shku, qysh nuk i shkujnë? E kur ti shkojnë, a kanë kandidat? A jo, se në qofë se i shkojnë pa kandidat, a i ka me dojnë konferencë për shtyp, edhe ka me qytetar Republikës Kosovës. Si që dinu në i kom 66, i luta një herë, i luta 2 herë. Ju thash, a keni një emën, thash, s'kem emën. Vjen keq, po na po shkojmë zgjedhje. Ja, unë e kom një emën, këta s'ma votojnë. Unë e kom një emën, këta s'ma votojnë, që ka me bune ma shumë se që kaqë. Në vend se na me shku me agendën tonë, na me pos më ullë, na me i qitë 3 emna, me diskutu astrit që ka me bo. Ta jena totalisht në agendë të ti. Dhe kjo është një fatkesi e madhe për venin, për shkak se kretë kjo lidhet me qëllimin ajtë fundit që ka kopjen të plot të shtetit nga sistemi partia e vetëvendosjes. Nëse presidenti nuk zgjedh dhe vendi shkon automatikisht në zgjedhje, a është ky dështim institucional, besnik, apo jo? Nëse vendi shkon në zgjedhje, nuk ka asnjë rëndësi dështimi i kujt është. Rëndësi ka çka mendon që ky popull që është tu ecë. E që ky popull fojnë ka mjalon opozitës. Pse po je kaq i sigurt, sepse historia po të përcjellët po thua? Po jo bre, na
se tash unë shumë ja kam Se ka pak më duket petut opozitën. Jo, nuk petut, unë veç ja kam mërzi me i bo gabimet e një jetën tamu nuk bëj gabim njëjtë. Ne kemë bo një gabim kardinal në vitin e kaluar, kur s'kem arrit, as me lidh bashkë kur i kem pas numrat, as me pas një kandidatur për kryeministër. Dhe na e ke marrë fojnë. Po, fundin e keni pas katastrofal. Unë nuk kom që unë kom parti. Finishi i opozitës ka qenë dërzim. Dërzim, jo, absolutet. Se kur të sheti për shembull 4 vjeçarin e kalum, do të partitë parlamentare që kanë bërë opozitë në kuvend, në krye me Abelar Tahirin, Arben Gashin dhe mua, personalisht, ne kemi nejtë në opozitë dhe ne kemi rëzu për i 57 dhe në 48 deputet. Që ajo periudhë kohore, prej 48 deputetëve e pruni në 57 deputet prapë. Dhe kjo është dhimbta jam, pse për përsëritëm? Në këtë nuk kam fuqi, kisha fuqi, ma të madhe ta bëja. A është akoja gatshme për zgjedhjet parlamentare në këtë moment? Aleanca gjithmonë është e gatshme me mbrojtë që të votë që ka. Na kemë pas situatën më të keqe kur e sheh me mbrojtë. Mirë po, a ka qef na i kush prej partive politike në këtë vend me shku zgjedhje? Jo, pra se nuk ka s'mund me shku zgjedhje pa pas qef Albin Kurti me shku zgjedhje se nesër e bën presidentin. E bën po qysh e bën? Se thira kës sot kom për me ta bë. Po edhe na për shembull, hipotetikisht, po letë ko. Shumë letë ko. Ajo që po du me tonë për zgjedhje. A di ç'është kjo tut opozita? Vish di gjys kompromisi, mia jep i shkojnë për mas. Opozita nuk është ka tutut, opozita nuk e ka agjend. Na jena në agjend tina, nuk jem të folë për frikë. Ato agjend, po, për që një agjend të kupit jeni 100%. Ka dalim substancial mes frikës së opozitës dhe agjendës. A i ka agjend, na s'kem agjend. Po, sakt është kjo. Edhe kur s'kije agjend, na u munu me imponu një agjend. Nuk na dhezi, u munu mull, nuk na dhezi. Tash jemi në një agjend e cila është bukur problematike edhe është një agjend e cila ashtu po ja afron zgjedhjet më afër. A është rrezik për akën zgjedhjet? Ramush Haxhina ka jap dorëheqje, procesi i zgjedhjet kryetarit nuk është herët për mu përfundu, qysh hena ok janë këto zgjedhje? Kur nuk është rrezik aleanca për atë që folet për prag. Rrezikun edhe brengën natë që e kem është ku veni sot. Veni në rrezik, jo aleanca në rrezik. Kosova është në rrezik, jo aleanca për arminën Kosovës në rrezik. A është duke përdorur nga do njëra parti politike, ose nga shumë parti politike, presidenca si mundësi për destabilizim politik të Kosovës? Ajo që e thash më herët për tu me ri përsërit. Aleanca nuk është në rrezik. Ne e shohmi që Kosova është në rrezik për shkak se ju ka bë bukur shumë kohë që një vit e diçka pa institucione, pa qeveri stabile, pa funksionim stabil. Këtu e kemë na brengën. Kur e shohim përtej situatën gjeopolitike, shohim një Ballkan perëndimor të trazuar, shohim një agjendë bukur serioze të aleatëve të Rusisë në Serbi që janë duke investuar në destabilizim. Shohim domethënë një problem serioz, një thyrje të madhe brenda Bashkimit Evropian dhe shohim një luftë të madhe për mbjetesë ekonomike dhe politike. A ka Kosova luks ekonomik edhe diplomatik për më shku zgjedhje të reja, për mos me pas institucione, tash po bën gati një vit e diçka. Ç'e kemi realisht? Kosova nuk i zhdasht me shku zgjedhje, mirë po Kosovës është duke ja imponu zgjedhjet Albin Kurti, i cili po don me vendos një personalitet të kontrollueshëm në zyrën e presidentit. Dhe në të njëjtën kohë, në mungesë të një agjende opozitare, kjo po i bjen që ai edhe po fiton politikisht duke justifiku që unë po kam agjend e këta nuk po kanë agjend. Kosova është bukur në situatë të rënda stret. Kur shohim domethënë ekonominë, është buzë kolapsit, kur shohim rritjen e çmimeve, kur shohim energjinë, kur shohim pozicionin e investimeve të huaja, kur shohim stabilitetin institucional, kur shohim të gjitha elementet që i dhon kuptim jetës, ne jemi në pozicionin më të keq të mundshëm Ballkanin perëndimor. Dhe ky na nuk kem luks me nejtë në këtë situatë. Ky luks i konvenon vetëm atyre që janë zyre. E kush është në zyre? Më lejoni të elaboroj. Lëvizja vetëvendose i ka rrit qeverinë në 21 digastere, në 19 ministri, plus zyra e kryeministit, plus 40. Shumë kushtohet po sikur një potencial, sikur rritje për të futur një
një parti në bashkëqeverisje, por nuk doli ashtu. Çka pom na? Ne pom në Sa një bëri 20 që mi jep dikuj 2 a 3 pa problem. Jo, ne pom që rritja e digastereve nuk ndodhi për me nda pushtet. Rritja e ministrive ndodhi për konsolidim pushtetit të partisë dhe njerëzve të partisë. Për shkak se kur jenë rritë në të kalumen ministrit, jenë rritë për shkak të koalicioneve. Mirë, për në rastin konkret, ti ki rritje të numër të digastereve me e rritë fuqin partijake në qeveri dhe ndikimin partijak në qeveri. Ju bo ma shumë dhe në njerëzve tu. Leonit e elaboroj. 21 ministri, herë 15 mesatare staf, jenë 310 njerëz vetëm në qeveri. 30 zavens ministra, me ka 2 staf, jenë 90, a u bun 400. 57 deputet, 457, plus 57 asistenta. A shku mbi 540 njerëz me kabinetin e kryetarës parlamentit. Do më jemi të full për një instalim të drejt për drejt, të partisën pushtet, në institucionet publike me 1550 njerëz të emnuar politik. Dhe këto jam ka një instalim që s'është risi, është vazhdimsi, sepse është bërë. Jo, nuk është e vërtet kjo Astrid. Ka shku dhe sa ministri, sa i Nuk ka ka pas shku, qeverisja për atë. ka shku, pse ka shku? Se ndo Pse ka shku, se u ndo pushteti. Nuk i ka pas aleonca 51%. Po dhe sakt. Na e kemi ndo pushtetin se s'kena mujt me kriju. Ky njeri nuk është që ka ndo pushtet me një parti, nuk është që e ka thirr LDK-n. Sakt, 100%, po. Po, ky shkurt e shqip domon ka dosht me akomodu secilin në mënyrë që me pas ndikimin të jashtëzakonshëm Saktë ki, analizosh të saktë. Po në qeveri dhe në institucione publike. Qysh me ja bo bestik? Se tash... 2 opsione janë Astrid. Mas pare, me mendimin tim, nesër ish dasht mu një truez e partive parlamentare në Kuvend Kosovës edhe me diskutu çka po bojmë. A pe vendosim me të vërtet një profil të pavarur, serioz me integritet në zyrën e presidentit, apo jo. Pse s'pa merr këtë iniciativë AK-ja? Si veprim politik. Se ki drejt me thirrë dhe si AK. Mos të olshin e morshin qa vetën. Po bre, aset po na u munu me partitë opozitorës më na vjen neve. Po s'ka lidhja ju vjen, po me lujt edhe ju lojen, se opozita po rrënit për kështu, ju thash, opozita s'po bën veprime, po e analizon Kurtin dhe fatkeqësisht që 5 vite është duke analizuar keq Kurtin. Na e kem bo veprimin politik. E kjo Haradinën, po qaq? Na e kem bo veprimin politik. Na kem diskutu, kem fol, kem dërgu lera, na qysh me bo veprim politik ma të mirë, ma të madhë, se me vendos vetën e një gara, mos Haradinën, që mos japi si opcion. Jo, po na e kem bo, nuk e pranoj këtë kritik për shkak se... Jo kritik, po këtë pozicion për shkak se ne e kem bo veprimin, edhe të e ditë që potencialisht ma shumë e kem gjosën me hupë se me fitue. Dhe po ti kishun pas të atrio, kishun punu, kishun bo platformë kandidaturës, ti kishun pas 30 nënshkrime. Ne kishim bo platformë presidentit, ne ishim zotu me qëndrim se ne kem pas planin. Me qëndrime publike, me zotime, domethënë publike, në institucione edhe që kanë pozicione juridike, po edhe që kanë pozicione morale për çka qëndron një president. Një president që do me hinë atë zyre, duhet me dalë me tregu për çka qëndron. Qëndron që nuk e bën për shembull zednicën, qëndron që në asnjë moment, në asnjë rrethon nuk do ta bëj nuk do të ketë një anëtar të familjes në zyre, nuk do ta validon asnjë ligj i cili diskriminon. Do të më qëndru diçka për, nuk është u zgjidh, Astrid, nuk është u zgjidh një departament në komunë, një kryetar i departamenti, është u zgjidh një president i cili e ka rolin e korrektuesit. Dhe na s'kem çka bojmë më shumë se me bo, ne kem pas plan me bo, po ti kur nuk i mbështetje, atëre je bukur situatë tron. Edhe e kem vendos një personalitet që i ka do atribute, nuk është që si ka do gabime, po i ka do atribute të rëndësishme që lidhen me funksionin e presidentit. Bestik, pra, qka në qofë se zedhet nuk nga prodhojnë kur gjë? Qysh ja bojmë, se prap kena me dash me zgjedhë një president? Definitivisht, Astrid, po më vje keq. Po më vje keq ku orë kjo Kosovë, po më vje keq ku orë ky institucion i Kuvendit me këtë logjik,
Po më vje keq për qytetarët Kosovës që po jetin, ku ke marrë çfarë situate, mos me konë gjendje, më ullë, me diskutue në formë të hapur, jo në përqyshe, jo në për skajte, jo një me një, po më ullë, me full, seriozisht, me diskutu një temë, as kom pa, as kom një kështu, besa, as ton kuzi, kjo situatë nuk është. Dhe une për këtë e kam vetëm në spjegim, në sqarim, e që lidhet drejt për drejt me një qëllim që e shoh e kom pa që 2 vjetë, dhe ajo ka të bëjë domethënë që ka të ndenë qatë institucion që i ka livrit pak, jo sa asmoni me marë prap edhe me pas funksionin respektivit pushtetit e plot. A vim këtu të një konstatim që këto që apëndojnë një vjet e gjysmë, në një konstatim që politika jonë nuk është e gatshme dhe nuk po arrin të prodhoj asë një kompromis minimal shtetëror. Po, Pse e dhe thom, për shka? zakonisht e din jam i kujdesshëm, thom gjithë por. Unë këtu po thom po. Dhe kjo ka ardhur për shkak të 2 arsyeve të mëdha. Zoti Kurti me subjektin e tij politik e ka studiu bukur mirë opozitën. E një matematikën mirë, zoti Kurti. Përveç që e një matematikën Si një mirë, inxhinier elektroteknikës e një matematikën mirë. e ka studiu, të më thonë, situatën tonë. Tu e studiu, a i na ka vendosur në agent, po të kishëm pas një agent kursi shqiptar që kjo ditë. Dhe për këtë arsye e marr fajsin për atë çka po thoni. Bestik, falenderoj shumë për Respekt, intervistën. faleminderit shumë asim.